Çfarë ndodhi me Ilir Vrenozin? Pse Ilir Vrenozi u nxe keq me Eugjenin? Në fakt, unë e kam thënë që në prajmin e parë, që në prezantimin e tij, se Ilir Vrenozi është emotiv. Për t'ju vërtetuar, ja urdhëro, dëgjoni pak. Dhe unë mendoj që Ilir Vrenozi është një nga finalistët që tash, vetëm nëse nuk do t'i prevaloj emocioni, sepse të gjithë e dim, ata që e njohin, që Iliri është një personazh tepër emotiv. Pra, Ilir Vrenozi është kaq emotiv sa ndoshta edhe një fjalë prek me njerë, dhe ja ku ka ky moment që të preket Iliri. Por unë kam përshtypjen që mbase jam krejt gabim, po është pak e akumuluar nga prajmi i mbrëmshëm, sepse kur hyri Eugjeni, ai që e priti më mirë ishte pikërisht Ilir Vrenozi. Dhe madje Eugjeni uli dhe në prerë. Pastaj, pak më vonë, kur erdhi mundësia për të shpëtuar dikë Eugjenit, ai nuk shpëtoi Ilirin, po shpëtoi atë vajzën tjetër. Që do thotë, mbase Iliri këtu është ndjerë pak i prekur dhe e ka mbajt sa ka mbajt, dhe ka shpërthyer në një moment kur ai i ka thënë ndonjë batutë që unë akoma nuk e di se çfarë batute është. Megjithatë, Big Brotheri për njerëzit emotiv është pak i vështirë, dhe normalisht duhet dish ti mbash emocionet në kontroll.